Bashkimi Evropian ka shprehur gatishmëri për të ndërmjetësuar një tjetër takim në nivele të larta mes Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të ringjallur dialogun mes dy vendeve. Shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, deklaroi përmes një postimi në platformën X se zhvillimet e fundit kanë krijuar një moment të ri për avancimin e marrëdhënieve mes BE-s dhe Kosovës, si për dhe vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas saj, marrëveshja e fundit për regjistrimin civil dhe zbatimin e ligjit për të huajt përbën një hap të rëndësishëm përpara dhe se është interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Kallas theksoi se është thelbësore që të garantohet vazhdimësia e ofrimit të shërbimeve publike, veçanërisht për komunitetet që preken nga ndryshimet e ligjore. Postimi i saj erdhi pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë një takimi me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Peter Sorensen, u pajtua që të ofrojnë leje të përkohshme qëndrim dhe njohje të përkohshme të dokumenteve të identitetit pjesëtarëve të komunitetit serb, që nuk janë të pajisur me dokumente kosovare. Ky vendim shihet si një hap transitor për zbatimet e plotë të ligjit për të huajt, përmes të cilit autoritetet e Kosovës synojnë të integrojnë përfundimisht institucionet paralele serbe të shëndetësisë së arsimit në sistemet institucionale të vendit. Ligji pritet të nisë zbatimin e plotë duke filluar nga data 15 mars. Ndërkohë, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka vazhduar vitet e fundit, kryesisht në nivele teknike, me një sër raundesh negociatash mes kryenegociatorëve. Megjithatë, takimet të nivelit të lartë politik mes drejtuesve të dy vendeve nuk janë zhvilluar që nga shtatori i vitit 2023, duke rritur pritshmëritë që një takim i ri ndërmjetësuar nga BE-ja mund të rikthejë dinamizmin në procesin e dialogut.